Ish-banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Greta Kazazi ka zgjedhur të flasë hapur mbi eksperiencën e saj në shtëpinë më të komentuar në vend, duke ndarë detaje që publiku nuk i ka parë gjatë qëndrimit të saj. E ftuar në një emision, Greta u ndal veçanërisht tek raportet me banorët, duke veçuar marrëdhënien me Selinën si një nga më komplekset. Ajo e përshkroi këtë raport si thik me dy presa, duke pranuar se jo gjithmonë ka qenë e lehtë për të përballuar emocionalisht. Jemi dy karaktere të ndryshme, unë më e ndjeshme dhe Selin më e ftohtë. Në vijim të bisedës, atmosfera u lehtësua me notë humori, kur ajo u pyet nëse do mund të jetonin ndonjëherë bashkë në një shtëpi. Greta u përgjigj po aq me humor: "Jo, nuk do jetojmë në një shtëpi bashkë." Përtej kësaj, Greta komentoi edhe raportin mes Gimbos dhe Selinës, duke lënë të kuptohet se mes tyre ekziston një kimi e dukshme. Sipas saj, ndonse kanë natyra të ndryshme, ai më i afërt dhe ajo më e rezervuar, kjo mund të jetë pikërisht ajo që i afron më shumë dhe mund të çojë në diçka më serioze në të ardhmen. Pavarësisht sfidave dhe emocioneve të forta, Greta mbylli me mirënjohje për eksperiencën, duke theksuar se shtëpia më e famshme në Shqipëri mbetet një nga përvojat më të veçanta për të, ndonse ajo doli nga shtëpia me një përjashtim të menjëhershëm nga vëllai i madh. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.